Nëse Laerti e ndjen veten konkurrent të fortë, Rozana mund ta kishte çuar në televotim me Gjestin. Me qartë. Kështu që sepse ti je Gjestin më të fortë se absolutisht po. Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, është fituesi Big Brother VIP Albania 4, kështu që është një ndër lojtarët më të fortë që ka ajo shtëpi edhe e meriton. Ky është opinioni që ti ke, pra, që Gjesti fiton. Po, duke e njohur nga afër dhe duke njohur lojën e tij, duke njohur zemrën e Gjestit, lojën ngusen që ka bërë në atë shtëpi, ndryshimin që solli shtëpisë në momentin që Gjesti erdhi tek ne, ndryshoi situatat, ndryshoi atmosfera. Javën e parë ne na bëri gjithë shtëpinë duke shkuar nga mbrapa Gjestit. Nuk kujtova që un kam Jozin aty, Jozi im, i cili është brenda asaj shtëpie, se e keni bërë siç e keni bërë Jozin dhe mua këtu. Nëse dhe pa diskutim pa diskutim. Ai dhe u riktheva dhe i thash Ledioni, un dua të rithem përgjigjen time. Edhe përgjigjen për Jozin edhe për Gjestin. Për ta përfunduar për Egli. Egli, unë e kam shprehur dhe në programet e tjera këtu në Top Albania Radio që Egli është një zvaranike në shtëpinë e Big Brotherit. Është në çfarë kuptimi? Ja, po e sqaroj tani. Duke ecur mbi kurizën e